Malsor Sejdiun, ne nga qeveria qendrore dhe nga pushteti lokal këtu në Podujev, në orën e Malsorit prej 140 hektarësh të mbjella me grur. Puna për kushtimi dhe qasje e tij janë shembull i shkëlqyer të cilin ne duam ta shohim në barë Kosovën. Është model që dëshmon se me investime serioze, planifikim afatgjatë dhe me mbështetje institucionale, bujqësia jonë po merr një drejtim i cili është gjithnjë e më modern dhe më konkurrues. Si vjet në Republikën e Kosovës janë mbjellur gjithsej mbi 75.000 hektar me drithra të bardha, prej të cilave afër 72.000 hektar janë me grur. Bazuar në gjendjen teren dhe kushtet klimatike, presim rendimente mesatare prej 4 deri në 5 ton për hektar, ndërsa procesi i korrjes pritet të përfundojë deri në fund të korrikut, ose nëse do të ketë rreshje, mund të shkojë edhe në javën e parë të gushtit në viset caktuara të Kosovës. Por këtu që ndodhemi me Malsorin, morëm vesh se rendimenti mesatar për hektar këtu është rreth 6 ton, që do të thotë se është mbi mesatarën e nivelit të Kosovës. Rezultatet e vitit kaluar na japin besim. Vitin e kaluar janë korrur mbi 78.000 hektar. Është arritur rendimenti mesatar prej 4.8 ton për hektar dhe janë prodhuar afër 380.000 ton grua. Këto rezultate dëshmojnë potencialin e madh të bujqësisë sonë, por edhe punën e palodhur të fermerëve tonë. Këto rezultate nuk ndodhin rastësisht. Ato janë rezultat i përkushtimit të fermerëve dhe i politikave që atyre u japin siguri për të investuar. Pikërisht për këtë arsye, këtë vit flasim për një sezon të mirë dhe flasim për një model të ri të mbështetjes së fermerëve. Me udhëzimin administrativ për pagesat direkte 2026, kemi ndërtuar një sistem modern të drejtë dhe stimulues, i cili nuk mbështet vetëm sipërfaqen e mbjell, por edhe prodhimin, cilësinë, fermerët e rinj, fermat e vogla dhe praktikat e qëndrueshme të prodhimit. Ky udhëzim do të mundsojë planifikimin edhe më të mirë dhe harmonizim të kalendarit të punëve bujqësore. Për prodhuesit e grurit kjo nënkupton pagesë bazë për hektar, mbështetje shtesë për prodhimin e grurit, mbështetje për hektarët e parë të fermës dhe stimulim për fermerët që arrin rendimente të larta dhe e dorëzojnë prodhimin sipas kritereve të programit të pagesave direkte. Paketa e subvencioneve për vitin 2026 sjell rritje të konsiderueshme të mbështetjes edhe për sektorët e tjerë strategjik. Kësaj për sektorin e perimeve e kemi rritur mbështetjen me 30%, duke quar subvencionin në 1.054 euro për hektar për sipërfaqet e mbjella me perime në fushë të hapur apo në serë. Me 30% është rritur edhe mbështetja për sipërfaqet e mbjella me pemë. Mbështetja është rritur me 20% për grurin me rendiment të lartë, për mjedrat, patatet, fasulet, mëshqerat dhe për riprodhim dhe viçat për majmëri. Pra edhe në blegtori përveç se në bujqësi. Për vreshtat kemi rritur mbështetjen me 10%, ndërka që vazhdon subvencionimi prej 7 centës për çdo litër qumshti të dorëzuar. Për herë të parë kemi vendosur mbështetje shtesë prej 100 eurosh për hektarin e parë të çdo ferme, 100 euro për hektar për plehun artificial, 54 euro për hektar për naftën, si dhe 500 euro mbështetje për të rinjt dhe të rejat të moshës prej 18 deri në 29 vjeç, që regjistrohen për herë të parë për skemat e pagesave direkte. Synimi ynë është i qartë, më shumë prodhim vendor, më shumë cilësi, më shumë siguri ushqimore, më shumë të ardhura për fermerin dhe një bujqësi më konkurruese. Unë e falenderoj fermerin Malsorin për mikpritje, e përgëzoj për punën e madhe që po bën, për kontributin e jashtëzakonshëm që po jep, dhe Malsori është dëshmi e materializimit të asaj thënjeson të famshme, sa më shumë bukë në sofrën tonë nga toka jonë.
është një mbështetje si vjet, është një mbështetje shumë e mirë për ata që kanë rendiment për 4.500 dhe 5.000 dhe 6.000 që arrin rendimentin është 5 cent. Kjo është një mundësi shumë e mirë, se ai që del 6.000 kg duke del një pagesë shumë më e mirë. E falenderojmë kryeministrin, e falenderojmë ministrin për një mbështetje të jashtëzakonshme që më për neve. Rendimentet këtu ku jemi, kemi kur parashijut, ka qenë 6 ton. Dikun 6 ton ka qenë, dikun mundet me konë edhe më shumë, po ende është herët të flasim, se është veç fillimi, por rendimentet janë më të kënaqshme se vitin e kaluar, që shohim sipas statistikave në terren. Në fakt, si vjet, të gjitha shenjat janë që do të kemi një rendiment rekord në Kosovë. Është momenti kur do i korrëm edhe mundin e fermerëve tonë, po dhe përpjekjeve tona të përbashkëta. Ne na thojnë projeksionet që do të kemi diku rreth 400.000 ton grur këtë vit, që do të jetë për herë të parë që Republika e Kosovës i prek 400.000 ton dhe është diku rreth 50.000 ton më shumë se sa në vitin 2021. Po ashtu është e rëndësishme të potencohet që këtë vit do të jenë diku rreth 23.000 fermerë që përfitojnë nga skema e grurit dhe pagesat e tyre për hektar do të sillen midis 460 dhe 600 euro për hektar. Në ndërkohë, në vitin 2021 kemi pas kryeministëve 6.000 fermerë, edhe i kemi shpenzuar rreth 4 milion euro për grur, kurse tash i kemi 23.000 fermerë e 30 milion euro për grurin. Pra, ka qenë punë e përbashkët e mbështetjes qeveritare, e përpjekjes së bëjgjve dhe Kosova përshkon drejt plotësimit të gjitha nevojat e saj. Vetë mjaftueshmëria si vjet do duhet të arrijë diku rreth 125%, që do thotë gjitha përpjekjet e përbashkëta të qeverisë të fermerëve janë ka dhënë rezultate dhe Kosova sigurisht e ka siguru bukën e vet, edhe do përpiqemi që edhe tek qumshti, edhe tek mishi, edhe tek pemët dhe perimet të arrijmë të njëjtin nivel. Unë veç ju informoj se në komunën tonë diku ne kena 5465 hektar të mbjellë me grur. Përafërsisht për shkak të motit janë 20 hektarë në mbjellë, po pritet me vazhdu ky trend i korjeve, po besoj që deri në fund korriku do të përfundoj edhe qështu edhe malësorin edhe informatin. Na si komunë po qëndrojmë gjithmonë, po qëndrojmë me skema të ndryshme, po qëndrojmë afër bujqve, po shpresojmë se edhe në vitet e ardhshme do të qëndrojmë me skema të ndryshme bashkë me qeveri nivelit qendror dhe po shpresojmë që kemi zhvilluar bujqësinë atë nivelit që ka me qenë e kënaqshme për gjithë shoqërinë e Kosovës. Me që u thanë gjitha dhe prej kryeministrit, ministrit edhe prej nënkryetarit, do të thotë në Podujev ka filluar korrjeshirja, siç u potencua dhe më herët, rendimentet janë bukur të larta, domthonjë statistikat e para tregojnë që janë shumë më të larta se vitin e kaluar, po shpresoj që ky trend i rritjes ka me vazhdu edhe vitet e tjera. Drejtori bujqësisë edhe malësorin edhe kërë. Zëra, mujte. Shkoni pak më lart. Po edhe?